Vijojnë të projektohen filmat e Festivalit Ndërkombëtar të Filmit të Tiranës në kineman e Crystal Center, ku publiku dhe kritikët e saj janë duke u njohur me prodhimet më të fundit të filmit të pavarur, komedisë, dokumentarëve me metrazh të gjatë të shkurtër, nga 63 vende të ndryshme të botës që marrin pjesë në këtë edicion të TIFF. Kinasti Kujtim Çashku, një herë antar juris, tregon se prurjet duken interesante dhe të larmishme, ndonse ende nuk mund të flitet për të veçuar më të mirat, sepse ka mjaft filma për të shfaqur. Ka një gjë që është mjaft i variushëm për nga tematikat, gjua e përdorur, kështu që është mirë që të ketë audiencë të rinj për të ndjekur dhe për të parë. Këtë do të sugjeroja. Ditët e para, domethënë akoma nuk mund të them, por duket që është një zgjedhje mjaft e mirë. Do shohim më tej se çfarë do të ketë gjatë ditëve, duke qenë se jam në juri e kam të vështirë të prononcoj. Ndërkaq, dy regjisorët italian Massimiliano Arduri dhe Lorenzo Vignolo, gjithashtu antar të juris, tregojnë se festivali duket mjaft interesant për larmishmërinë e filmave që marrin pjesë në të. Jemi vetëm në ditën e dytë të festivalit dhe kemi parë shumë pak filma për të folur mbi tendenca. Megjithatë, ajo që bie në sy është cilësia dhe shumëllojshmëria e këtyre filmave. Një gjë tjetër për të cilën ndodhemi këtu është se filmi shqiptar pak njihet për të mos thënë fare për te kufive shqiptar. Kështu që kjo është një mundësi e mirë për ne që të shohim filmat dhe dokumentarët shqiptar, që janë të pranishëm edhe në programin e këtij festivali. Molto interessanti, ci sono piaciuti, abbiamo visto Siç tha Massimiliano, endes mund të flasim mbi tendencat e kinemas në këtë festival, sepse kemi parë vetëm 10% të filmave. Në juri është vështirë të jesh, pasi ndeshesh me zhanre dhe teknikat të ndryshme të filmit, megjithatë, kur jep një çmim duhet të votosh për atë film që të ngacmon thellë dhe të mbetet në mendje në shumësinë e detajeve të tij. Të pyetur gjithashtu mbi zhvillimet e kinematografisë në ditët e sotme në Itali, regjisorët shprehen se përveç në një emri të njohur si Sorrentino, thuajse të gjithë të tjerët janë përqendruar tek zhanri i komedisë, i cili është edhe më komercial për tregun e filmit. TIFF do të vazhdojë shfaqjen e filmave në seanca njëorëshe deri më datën 10 dhjetor në kineman e Crystal Center, nga ora 10 e mëngjesit deri në orët e vona të mbrëmjes, për të mbërritur në finalen e madhe, ku jurit përkatëse do t'japin verdiktin për më të mirët.